Sot inshallah do të flasim për vlerën e kurbanit, për cilën Allahu Azza wa Jall ja ka bërë obligim Ibrahimit a.s., babës së pejgamberëve, e ka bërë obligim edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pasuesve të Muhamedit a.s. Thot Allahu Azza wa Jall: "Qul inna salati", thuaj o Muhammed, me të vërtet namazi im, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah, me të vërtet namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë për Allahun Azza wa Jall, i cili nuk ka shok. Thot Allahu Azza wa Jall mëson pejgamberin al-Islam që mi thon besimtarëve, edhe na mi u thon të tjerëve, se namazin që e falim vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Kurbanin që e bojmë, e prejmë vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Edhe krejt jeta jonë, edhe vdekja jonë do të me qenë vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Çdo sakrificë që e bën besimtari, do të me qenë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall thot pastaj pejgamberit alayhisalam: "Inna a'tainaka al-kawthar", o Muhammed, ty të kena dhënë Kawtharin. "Fasalli li rabbika wanhar", fal namaz për Allahun Azza wa Jall, edhe therr kurban për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam thot: "Nuk ka ditë më të madhe tek Allahu Azza wa Jall se sa dita kur therret kurban, kur besimtar therrin kurban për hir të Allahut Azza wa Jall." Dita më madhështore tek Allahu është kur besimtari sakrifikon kurbanin e vet, therrën e vet, kafshën e vet për hir të Allahut Azza wa Jall. E kjo ka qenë suneti pejgamberit alayhis salam. Ku thot Enes ibn Malik, pejgamberi alayhis salam çdo herë i ka pas dy desh të mëdhej të bardhë, të cilat i ka prej kurban për hir të Allahut subhanahu wa taala. E pejgamberi alayhis salam thot në ditën e Arafatit, ka thonë: "O ju njerëz, është obligim për çdo familje, çdo vet ta therr një kurban, ta therr një dele, dash, apo një lop, kush që ka mundësit për hir të Allahut Azza wa Jall." E hadithi më i rënd, apo më i frikshëm, apo më kërcënues, është kur ka thonë pejgamberi alayhis salam: "Mos t'i afrohet xhamia tona në ditën e Bajramit ai i cili ka pas mundësi me therr kurban edhe nuk ka therr kurban." Ai i cili ka pas mundësi me therr kurban edhe nuk ka therr kurban. Vllazni, këtë mishin merre haje vet. Thot Allahu subhanahu wa taala: "La yanal Allahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allahut nuk i arrin as mishi as gjaku i kurbanit që ka e therrni ju. Allahu Azza nuk thot sikur se hindust që therrin kurban për zotat e tyre edhe i lojnë çatë. Edhe i lojnë se thonë zotrat vinë edhe i hajnë. Allahu subhanahu wa taala nuk thot me therr kurban edhe me lon. Gjuje tash, e ke therr kurban për hir të Allahut edhe le dikon. Allahu Azza wa Jall thot Allahu subhanahu wa taala nuk i arrin as gjaku as mishi. Si ka si në vitet Allahu Azza wa Jall ia as gjakun as mishin. Mani për veti mishin që e keni therr ju. Po, çka i arrin Allahu Azza wa Jall? I arrin devotshmëria që ty kur thot Allahu Azza me therr kurban, me therr kurban. Çka i arrin Allahu subhanahu wa taala? Edhe kjo është udhësia e therrjes së kurbanit. Urtësia e devotshmërisë. Urtësia kur të Allahu kërkon prej teje diçka me bë, dosh me bë. Ibrahimit alayhis salam, ky sunet i therrjes së kurbanit, zanafillën e ka prej Ibrahimit alayhis salam. Kur Allahu Azza wa Jall dashti me sprovu Ibrahimin alayhis salam me djalin e vet, Ismailin, kur i tha se dosh me therr kurban për hir të Allahut djalin e vetëm. Edhe momenti kur dashti me prej për kurban, Allahu Azza wa Jall e zbriti dashin edhe i tha: "O Ibrahim, qad saddaqta ru'ya", e ki arrit
realitetin, e ke kry obligimin çka Allahu Azza të ka obligu ty nëpërmjet ëndrrës. Për shkak se pejgamberi ka thonë, ëndrat e pejgamberëve janë realitet. Ibrahim a.s. 3 herë rresht e ka pa ëndër që pe therë, pe bon kurban djalin e vet. Edhe e ka kuptu se Allahu Azza pe obligon. Është monu, s'ka mujt. Si ka prej thika. Allahu Azza kur e ka pas provën e tina që e ka realizu këtë, ka dash me realizu, ka thonë na nuk thojnë aty me therë kurban fëmin tënë. Edhe e ka gju një dash për me therë e pe atëherit është sunet i pejgamberëve, sunet i pejgamberit a.s. për me therë kurban. Njëjtë sikurse që ka bo Ibrahimi a.s. E ka arrit qëllimin atë çka ka dashur Allahu Azza wa Jall. Edhe momenti kur ti të therë kurbanin tënë, e arrin qëllimin e devotshmërisë tënde, e sakrificës tënde që e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është urtësia e therrjes së kurbanit. Nuk është urtësia e therrjes së kurbanit me derë gjak. Urtësia është që Allahu Azza ka urdhëruar diçka dhe ti e bën. Ç'kjo është? Haje mishin krejt vet. Keq shtin në fryz. Haje ka dalë, nuk është problem. Suneti i pejgamberit a.s. është pastaj me shpërnda, por nuk është obligim. Keq moje për veti. Keq mishin moje për veti. Kjo sakrificë kuptohet esenca, qëllimi i therrjes së kurbanit është që ti me kuptu Allahun Azza wa Jall. Me kuptu se Allahu don prej neve me vërtetu se na i kryjnë obligimet e Allahut kur Allahu na urdhnon diçka. Mus'ab ibn Umair, një prej shokëve të pejgamberit a.s. i cili ka qenë prej njerëzve të pasur, familjen e ka pasme, ka qenë prej djelmosha më të mirë, më të qeshëm në kohën e pejgamberit a.s. është vesh mirë, është parfimos mirë, ka pas kuaje deve të mira, është njoft për këtë. Kur e pranon Islamin e thret nona vet. I thot kom dëgju se i hi në fenë e Muhamedit. I thot po nona. Thot vallahi po kërkoj prej teje mu largu pe fesë tina. Largomo, s'bën më bëko musliman. Thot vallahi nuk largona pe fesë Muhamedit a.s. Thot vallahi nëse s'largohesh, komplet tarna çka ti kom dhonë, e kuajt e mirë, e devet e mira, e teshat e mira, e parfimat e shrejt, ketë komiti ndalu, ketë komiti marë. Edhe ketja ka marë. Ketja ka marë. So që kur ka vdek, thojnë sahab nuk ka pas qefin, pi pasunis tina qefin për me mbulu. E kanë mbulu me një tesh, që kur ja kanë mbulu kokën, ju kanë shplu komët. Kur mu janë munu mi janë mbulu komët, ju kanë shplu kokën. Qash i varfër, mirë po, ka sakrifiku për hirë të Allahut Azza wa Jall. Nuk e ka lëshu fenë. E na, bëm shpionat Serbis për pak pare. Kjo është largu, kjo është sakrifica, qëllimi i sakrificës për hirë të Allahut Azza wa Jall për kurban. Që me kuptuti se momenti kur thot Allahu Azza wa Jall është ndalume që ajo është ndalume. Edhe nëse ta mori kitë pasunim. Edhe nëse të bëjnë varfër. Për shkak se njeri dihet kur të prek në pare. Sa njerëz janë hidhru, janë vrarë me zveti vetëm për shkak të dynjas, vetëm për shkak të pare, për shkak të hijesë, për shkak të pasunisë së kësaj bote. Kjo është qëllimi i sakrificës i kurbanit, që me kuptu se kjo botë është kalimtare vllazni. Ajo që ka jetë te Allahu Azza wa Jall është e taqwa, devotshmëria. Me një hadith që Hakimi ka thonë se senedi është i vërtetë, Sheikh Albani ka thonë hadithi është i dopt, po vlen mucek, ka thonë pejgamberi alayhis salam, momenti kur të therr kurbanin, hala para pika e gjakut në tokë, shkon sevapi shtruhet tek Allahu Azza wa Jall. Për me kuptu ti se qëllimi nuk është therrja e kurbanit. Qëllimi është devotshmëria që i kitin në zemër. Për ata pejgamberi sa ka thonë innamal a'malu binniyat.
veprat shpërblehen sipas qëllimit. Veprat shpërblehen sipas qëllimit. Nëse një njeri si ka mundësi, po me zemrën e tina thot vallaj ti kisha pas mundësi të kisha me prej kurban. I arrin shpërblimi i tina sigur e atina i cili ka prej kurbanin. Pse kjo? Për shkak se u arrit qëllimin. Qëllimi u arrit se ky e ka pas njët me therë kurban sikur ti kish pas mundësi, po si ka mundësi. Kjo është ajo çka e kërkon Allahu azza pi besimtarit. Me vërtetu se ti momenti kur të kërkon Allahu azza pi teje diçka i kryen obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj pi qëllimet kurbanit është edhe ndihmesa e fukarave. Për ata të mëdhëbi Hanefi, kur therët kurbanit është sunet i pejgamberit alayhis salam. Sikurse që transmeton Aisha radhiyallahu anha, kur pejgamberi sa ka therë kurban, e ka pyet Aishën, ka thonë Aisha, çka ke lënë mbi kurbanit? Ka thonë kom lënë një kofsh, se ka ditë Aisha radhiyallahu anha se çat kofsh e don pejgamberi sa në hongër. Ka thonë vallai, krejt ka me që ajo kofsh, s'ka me. Ato që ka e ke dhonë për irët Allahut azza wa jall, shkruhet sevapit e Allahut subhanahu wa taala. E thonë me dhëbin Hanefi, është sunet i pejgamberit sa nuk është obligim, nuk është farz. Është sunet që 1/3 me nal të kurbanit për vetë. 1/3 mi au da familjarëve tu. Edhe 1/3 mi au da fukarave. 1/3 të kurbanit e mon për veti për familjen tënde. 1/3 mi au da familjes tënde. Pejgamberi sa çka ka thonë? Ka thonë të habu. Jepni dhurata njëri tjetrit, Allahu ja shton dashurinë ndaj njëri tjetrit. Provon ai kënd që takoj nati ose s'ful mirë, që janë një dhuratë shumë të vogël. Që e dytën herë që më pose ka më ndryshu mendimin e tina ndaj teje. Ka më përmirësu qëndrimin e tina ndaj teje. Sepse dhurimi i dhuratës dhe që të ka shku menja për të e shton dashurinë. E paramenu kur ti therë kurban, edhe 1/3 e çati kurban t'ja dhuron familjarëve tu. E shton dashnin kjo. E pastaj edhe 1/3 tjetër ja dhuron aty në cilët nuk kanë. Fukarave. I ndihmon aty në që edhe ata me pas çka me hongër ditën e kurbanit apo ditëve të kurban bajramit. Kjo është një prej mirësive të therjes së kurbanit, apo një prej qëllimeve të therjes së kurbanit. Qëllimi tjetër është që në shenjë falënderimi për nimetet, dhuntit, mirësi që t'i ka dhënë Allahu azza. Për cilën ka thonë pejgamberi sallam, nëse mundoheni me i numru dhuntit, mirësitë e Allahut azza wa jall, s'keni me pas mundësi me numru ato. Një prej dhuntive, mirësive që shkencëtarët e kanë folë për një send tjetër, e Allahu thënë Kur'an wa fi anfusikum fala tubsirun, vetën e juve nuk jeni ka e shikoni. Që në vetën e juve se çu ka kriju Allahu azza. Thonë shkencëtarët, njëri në një orë merr frym mesatarisht 1000 herë. Gjatë 24 orëve merr frym 24000 herë. Që të frimori që i tu e marë 24.000 herë 24 orë, a do të me falëndëru Allahu në zëgjë. Leo mirësit tjera, veç në trupin tënë që ati ka dhonë Allahu në zëgjë mirësit. E pas taj mirësit tjera se natë me momenti kër ti thot dikuj me falëndëru Allahu për mirësit që ati ka dhonë, thot, Allah i pas e kom bleni telefon të mirë, e kom boj që ta, mi njerë shkën menjët e nuk e këshyrë vetën mas parë. I e shnash, i e mirë. Këtë mirësit i ka dhonë Allahu në zëgjë në trupin tënë. Që ka mundësi tjertë nuk e kanë asë gjysën të ande, apo 1/3, për ata 1/3 që e kanë, apo 1/10 që e kanë për mirësive, do të me falëndëru Allahu në zëgjë. E për ata, pejgamberi sëmë kur ka falë namaz natës, e i ka thonë Aisha radhiyallahu anha, o i drumi Allah, pëse po falë ka që shumë namaz, sot që të kanë oj kamë, e të kanë falë më kate ty që i ki bo, ka thonë e fela e kunu abden shikura. A mos t'jem rob falëndërues ndaj Allahut të xhel për këtë mirësi që ti i përmend. Mos me përmendni asnjë. Veç ti që ai përmend, a nuk mjafton me kon
rob falëndërues ndaj Allahut azza xal. Për ata thërrja e kurbanit është mirësi që Allahu azza xal ta ka mundsu ty me thërr kurban, ti ka qenë mundësi ty me thërr kurban që tjerëve nuk ja ka qenë. E atyre që nuk ja ka mundsu Allahu azza xal, si kanë mundësi me thërr kurban, ne të përmirësojnë jetën e tyre. Me njetë në të bojnë se o Allah ti kisha pas mundësit me thonë kështët, me gjuhë apo me zemër, ti kisha pas mundësit me therë kurban, kisha me therë kurban e kanë shpërbim në sigur ata të cilët therin kurban. E lusëm Allah në gjellë në mundësit me therë kurban, e të në pranaj ibadetet tona, kurbanat tona, wa kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. E i startë do flasim për kushtet e kurbanit, çka prej kushtet thjerës e kurbanit është e para me pas moshën. Tek lopt është kusht me pas 2 vjet, mbi 2 vjet, 2 vjeçare. Pastaj kushti tek dhia apo capi është kusht me pas 1 vjet, kurse tek delet edhe tek dasht lejohet edhe 6 muaj. Në mbi 6 muaj. Kjo është kushti i parë. E dyti kusht është që mos me pas tmeta të dukshme. Për shembull, mos me kon e trullavt, kjo është një prej kushteve. Edhe mos me pas ndonjë tmet komën e thyme, apo mos me pas ndonjë therrje të madhe, apo premje të madhe që është emet, apo tmeta të tjera. O me kon pa tmeta, nëse e ka ndaj bri të thym nuk ban, nëse e dihet do më thonë që shkepon a diçka. Kurse nëse i ka brind në njëndë të thym nuk është problem. Nuk është e lashë. Pastaj prej kushtet të therrjes së kurbanit, e që është kusht kryesor, e që duhet me pas kujdes, që Allahu xhel thot: "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi." Mos hani diçka që nuk është bo bismillah në therrjen e saj. Kusht është me bo bismillah. Për ata duhet me pas kujdes kasapin që e merr, kur don me prej, me thonë thuj bismillah. Më e mira suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është me therr vet kurbanin. Me therr vet kurbanin, s'po ti kryt mja hek, e pastaj ato tjera ti kryn kasapit. Po nëse nuk mundesh, nuk den, tutesh a diçka, lejohet kasapi, nuk është problem, po i thuaj gjithçysh me thon bismillah. Sepse nuk lejohet nëse nuk thot bismillah, nuk lejohet me hongër atë mish. Kjo vlen si kurban bajram, si kurban. Pastaj pikushte tjera është që mo therë mas që të falet namazi i bajramit. Para namazit bajramit ka një sahabi ka thonë në idrumi Allahut, unë e kom therë kurbanin, halo pa u fal bajrami, ka thonë kjo është sadak, nuk quhet kurban. Nuk quhet kurban. Disa pastaj pyesin po për vdekën natën e kurbanit, kurban bajramit e për gjallit, mas që të falet jo, si për gjallë, si për vdekën. Pejgamberi sallallahu ka therë kurban, ka thonë o Allah, këtë kurban e bëj njet për Muhamedit dhe familjen e Muhamedit alayhis salam. Ata që i ka pas gjallët dhe vdekën. O nëse e ki për qëllim për kurban, kurbani therët masi që të falet namazi bajramit. Para namazit bajramit është sadak. Nuk quhet kurban. Pastaj tek kafshët e mëdha, sikur që janë lopt, lejohet me hi 7 persona apo 7 familje në hise. Po secili prej këtyre duhet me pas njëtin për kurban. Një me pas njëtin për mesh nuk lejohet me hinta. Nëse e din, thot dikush vallai spediva e më ka thonë për kurban. Se din, ai ka përgjegjësinë para Allahut të zot. Po te e din thot njëri po hibe vallai te marr dëmirsh atë. Nuk lejohet. Nuk lejohet pastaj mu bashku njëti i kurbanit edhe me njëtin e akikës. Po, dikujt i ka lind në djalë apo në çike thot, a bën kurbanin me shtin me njët të akikës, nuk lejohet. Nuk lejohet, ajo është premje tjetër për akika, e kurbani është premje tjetër. Pastaj nuk lejohet shitja e çdo lloj gjymtyre të çati mishit. Me shit mishin, apo me shit kurrën, apo me shit kokën e kështu me radhë. Nuk lejohet ti që e ki prej. A lejohet me avon dikujt në alkurën, e pastaj ai me shit, ajo lejohet.
jep në fukara sa I masane e sheta diçka është tjetër sen, se kjo është sadak që ja jep ti. Kurse ti I zoti I kurbanit nuk lejohet me përfitu prej sajna financiarisht. Kurse fukaraja nëse jep ti ai ka mundësi dhe mishin nëse jep, ju ka bërë shumë atina me shit, ati I lejohet. Mirë po ty me shit mishin tënë, edhe e kom prej një luk. A bën me shit? Jo. Nuk lejohet me shit asnjë pjesë të kurbanit që e pret besimtar. Do këto janë disa prej rregullave kryesore, e më kryesorja çka është mi thonë kasapit bë bismillah. Kujtoja. 1 herë, 2 herë, 10 herë para se me kap thika thuj bismillah. Ne thot bismillah para se me therr kurbanin, e inshallah Allahu Azza na pranon e na fal mëkatet tona, elusim Allahu Azza na pranoj çdo ibadet, çdo adhurim, çdo sakrificë që e bojna për hir të Allahut Azza, e Allahu na forcoj në dinën e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.